Qindra mira shtëpi janë ndjegur gjatë luftës së vitit 1998-99 në Kosovë, duke lënë pasuja të mëdha për dekada me radhë. Kjo histori kosovare e patreguar më parë do të rrëfehet përmes instalacionit Flashback, rikujtim, që po realizohet nga Reporting House, Open Art Gallery dhe artisti Agron Bllakqori. Instalacioni Flashback do të hapet të premten më 19 dhjetor dhe është vendosur në hyrje të muzeut Reporting House në qendër të Prishtinës. Bisedat për konceptin e realizimit të flashbackut ka nisur në qershor nga kuratori Gazmen Tejupi dhe artisti Agron Bllakqori, në studion e të cilit ka marrë formë edhe instalacioni. Ideja jonë për këtë instalacion do të më konë jashtë Reporting House, ku do të më mbri një nivel shumë të lartë instalimit, ku shikues e kanë qasin me himra në instalacion, ku ka ndryqim. Edhe shikus me përjetu që atë kalumën mi po du në si kurator me pas një qasje të frikës. Po jo frikës më tu që pi binë drasat, po frikës të kalumës që na me kuptu historinë. Është pikërisht ky koncepti mbi të cilin artisti Bllakqori ka nisur realizimin e idesë së tij për instalacionin Flashback. Me ja u rikujtu pikërisht e konceptit cilën edhe kom fillu me punu. Se është flashback, nuk kem unë të kujtu të kalumën, po janë momente, sekuenca caktume kur ty ta rikujton të kalumën. Realizuesit e Flashback ftojnë qytetarët që trungjet, dërrasat e kulmeve të papërdorura dhe të mbetura nga shtëpitë e djegura t'i sjellin për t'u bërë pjesë e instalacionit. Realizimi i këtij projekti është përkrahur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Diamond Wood Products, Bavaria, GHM Products dhe 100% Design.